Gur të gjallë, një program jetë ndryshues. Ne na ka dërguar Jezus Krishti, na ka dërguar në këtë botë të kryem misionin e tij, shërbesin e tij, të shpallim ungjillin e Jezus Krishtit, të shpallim se ai është këmbi jetës. Mbi te duhet themeluar jeta, jo mbi pasurinë, jo mbi karrierën, jo mbi lavdinë tënde, por mbi lavdinë e Jezus Krishtit, mbi këtë shkëmb. Le të gjejmë shpresën, kuptimin, besimin te Krishti, guri i themelit. Mesazhe nga shërbesa e pastor Shkëlqim Barakut, që vijnë çdo ditë në familjet tuaja në orën 18 dhe 10 përmes valve të Radio Emanuel. Le të ndërtojmë jetën tonë me gur të gjallë besimi, të themeluar në gurin e qoshes, Krishtin. Gur të gjallë, si të jetojmë çdo ditë për Krishtin. Rikthehemi sërish në studio me njërin pas hapësirës së parë muzikore që startonte programin në ditën e sotme dhe në këtë moment studioja është plot. Jam shumë e lumtur që jeni së bashku me mua në ditën e sotme në programin Muzik Plus. Me mua në studio është pastor Mentor Rama, njëkohësisht presidenti i CFN në Pogradec, Donika Brazdi, koordinatore i qendrës, si dhe Klaus Hoffman, drejtori i shkollës biblike. Ju përshëndes dhe ju falenderoj edhe një herë që keni gjetur kohën dhe mundësinë për të qenë pjesë e programit Muzik Plus. Përshëndetje. Faleminderit shumë për ftesën. Gjithmonë bekim, gjithmonë kënaqësi për qenë në mesin tuaj dhe për të treguar atë çfarë në fundi Zoti ka bërë në mes këtyre viteve. Kjo është një vit shumë i veçantë për CFN-n për shkak të 25 vjetorit. Së pari urime për këtë 25 vjetor dhe për gjithë punën që ju keni bërë për gjatë gjithë këtyre viteve. Prandaj dua të ndalem në fillim tek mënyra se si lindi CFN, cili është vizioni i saj që prej fillimit. Tani në fakt unë do ta filloj unë në fillim. E para ne kemi hyrë po quaj në stinën dhe atmosferën e 25 vjetorit, se 25 vjetori i CFN zyrtarisht është me datën 20 shtator po të këtij viti, por nga që CFN-ja në vetvete është një shërbes tashmë kogja voluminoze, kemi hyrë në përgatitjet, në mendësinë të menduar për 25 vjetorin. Jemi duke menduar, duke bërë plane çfarë do të ndodhë me datën 19 dhe 20 shtator, sepse në fakt 25 vjet janë të mëdha. Kështu që ti kthejmë pyetjes tuaj si ka lindur. Në vitet 97, shumë shkurt përpara krizës që filloi në kohën që besoj të gjithë na ka mbetur në kujtesë për keq. Kishte një grup studentësh nga Gjermania që vizituan Shqipërinë dhe interesant që vizituan në fakt Pogradecin. Dhe në momentin kur ata u kthyen, mbaruan kohën e autriqit të tyre, ku u kthyen në Gjermani, Zoti po e ngacmonte drejtuesit dhe me gjithë ato përjetime që kishin përjetuar këtu në Shqipëri, dhe Perëndia po e drazonte zemrën e tyre. Dhe ata filluan për të lutur, për të menduar, Zot, se çfarë mund të bëjmë ne, ndoshta më shumë se sa vetëm një javë udhëtim misionit të shkurtër. Dhe Perëndia si gjithmonë është i mirë dhe flet, dhe Zoti u përgjigj dhe tha që në fakt ju do ta ndihmoni atë vend me atë çfarë keni. Por çfarë kishin ata? Në fakt ata kishin një shkollë bible. Është gjithmonë kështu në natyrën e Zotit që ne nuk mund të ndihmojmë asnjëherë dikë tjetër me një gjë që nuk e kemi vetë. Është vërtet. Ne gjithmonë Zoti na sfidon për të ndihmuar të tjerë me atë çfarë kemi. Dhe kështu që ata kishin një shkollë bible, kështu lindi si mendim, filluan ta çojnë përpara Zotit. Në vitin 99 u dërguan, erdhen 2 misionarët e para. Në fakt ne po flasim për 25 vjetorin, por në vetvete është 26, se gjithçka në vitin 99 është përgatitur në lutje, me një dhomë të vogël në qytetin e Pogradecit. Unë ja u kam dërguar një foto, nuk e di sa është e mundur. E kam parë. Që ndoshta ka ndryshuar. Audienca mundet që ta shikonte se ku ka filluar, pikërisht ajo shtëpia e vogël, njerëzit
dy vajza të përkushtuar në lutje. Vetëm janë lutur dhe kanë përgatitur shërbesin e lutje, dhe kështu që në vitin 2000 ka filluar zyrtarisht hapja e shkollës së Biblës, në atë kohë me një emër tjetër, ishte shkolla e Biblës për shqiptarët, se CFN ka ardhur në ekzistencë emër pak më vonë. Kështu që kështu lindi si mendim, dhe ja ku jemi këtu, nga një dhomës e vogël për një vit lutje, dhe nga një përshpëritje vogël fjalës së Zotit në zemrën e dikujt, sot jemi këtu edhe e themi jo për krenarin tonë, e themi për lavdi Zotit, që CFN tashmë nuk është në fakt vetëm një qendër trajnimi rajonale apo kombëtare, në fakt tashmë është e angazhuar dhe me kontributin e saj në disa vende të ndryshme të Ballkanit dhe me ndikim deri në diasporën shqiptare. Për cilat pse jo do të flasim edhe për gjatë bisedës në vazhdim. Do doja të dija, e di që 25 vite janë shumë, por cilat kanë qenë momentet më të rëndësishme për gjatë këtyre viteve? Ndoshta Donika, që prej fillimeve ka qenë e pranishme aty dhe mund të ndaj më tepër. Në fakt, unë kam 15 vite që punoj edhe shërbej në CFN, në Krishti për Kombet, në qendër, dhe kam parë shumë gjëra që kanë ndodhur për gjatë këtyre viteve. Një gjë shumë e rëndësishme është edhe qendra që është ndërtuar. Doja ta tregoja pak sepse për mua ka qenë një emocion goxha i madh, sepse jemi lutur e kemi mbjellë në lutje, edhe kur kemi bërë ndërtesën e parë aktualisht dhe kemi bërë inaugurimin, për mua ka qenë diçka e veçantë dhe përjetuese. Kur ne kemi bërë inaugurimin, është sikur ne po prisnim një bebe që kishte lindur dhe po prisnim të festonim për atë gjë, dhe ishte një kënaqësi më vete që nuk ka fjalë ta përshkruash, të shikosh me anë të besimit, një vepër që ndërton Perëndia. Edhe kjo ka qenë diçka për mua prekse, emocionuese, dhe më ka mbetur në kujtesën time dhe më shoqëron ende. Një gjë tjetër është mëngjesi i lutjes, edhe kjo është një event i veçantë sepse nuk është vetëm për CFN-n, Pugradecin, por është për gjithë kombin shqiptar, edhe për gjithë lëvizjen e qeverisë që ne ndërmjetësojmë dhe investojmë në këtë gjë. Dhe diaspora tani është dhe diaspora që është një gjë që po ndodh edhe po realizohet, edhe që është një bekim për shqiptarët në Gjermani. Këto janë gjëra që kanë filluar të lulëzojnë në këtë pjesë. Patjetër, kjo tregon se planet e Perëndis janë shumë të mëdha se planet që ne kemi. Klaus, çfarë mund të thuash për mënyrën se si ti e gjete veten duke shërbyer pranë CFN-s? Pra unë kam qenë tani 13 vjet në Shqipëri, gjitha me CFN-n. Mund të them që shumë gjëra kanë ndryshuar gjatë kësaj kohe. Shumë gjëra të reja kanë filluar edhe tek CFN-ja. Patjetër edhe gjitha vendin ton ka ndryshuar. Po, patjetër. Edhe ne gjithmonë kemi ambientuar me ndryshimet, me ndimin e Zotit, për të gjetur rrugën e duhur përpara, për të qenë gjithmonë aktual me punën ton, me shërbesën ton. Një gjë që Dona ka thënë disa gjëra të rëndësishëm që ka ndodhur të paktën atë vitet të fundit, dhe unë kam menduar pak për këtë, që gjithmonë kur kanë erdhur ndryshime, ne kemi ambientuar, ndoshta edhe me shkollë biblike, mënyrë si ne bëjmë shkollë biblike kanë ndryshuar gjatë kohës. E kjo është e nevojshme, patjetër. Për të ambientuar me ndryshime e shoqërisë. Por gjithashtu një gjë që ka qenë e veçantë është edhe kur ka erdhur kohën e Covidit, që ishin situar të gjitha. Zoti na ka mbështetur në atë kohë edhe ne kemi avancuar. Çanisht edhe me ndërtesën tonë, pjesën që kemi ndërtuar gjatë kohës e pandemisë, kur gjitha është mbyllur, ne kemi vazhduar duke zgjeruar. Edhe tani ne shikojmë që ka qenë në kohën e duhur dhe Zoti ka mbështetur, ka siguruar financat, edhe tani është një qendër e madhe edhe që bekon gjithë Shqipërinë edhe gjithë rajonin tonë.
Perëndia ka bërë besoj patjetër që gjithçka të bashkëveproj për mirë për atë që ju doni të përçoni edhe të prekni komunitetin, qoftë edhe nëpërmjet shkollës biblike, por edhe nëpërmjet gjithçka tjetër që keni realizuar. Dëshiron pastor të shtosh diçka? Ju thatë se cila kanë qenë momentet më të rëndësishme në këto 25 vite. Shumë sfidë kjo pyetje për të thënë që njëra është më e rëndësishme se tjetra, se sa tjetra, se gjatë kohës ku po dëgjoja Klausin dhe Donën për historitë e tyre që kanë përjetuar, mua më kujtohet në fillimi im i parë, personal. Unë në 2006-ën Zoti na mirëbesoi CFN-n për ta udhëhequr. Në atë kohë një djalosh i ri, edhe sot jam i ri, po. Por ka një por. Po. Por më është dukur vetja gjithmonë domethënë si puna e Abrahamit që shkoi në Kanan. Unë jam vetë i ardhur këtu, kështu që në 2006-ën për hir të vërtesës do të themi që kur e morëm drejtimin nuk është që shkolla Biblës në atë kohë ishte në momentin e saj që po lulëzonte, që ishte në një kohë të mirë. Unë i kisha një ofertë pune, unë e them këtë gjë për audiencën që po na dëgjon tani. Unë kam mbaruar për ekonomi biznes të 2000 e para, përpara se më pastaj që hyra në rrugën e Zotit, dhe më kujtohet shumë mirë që në gusht të 2006-s unë e mora një ofertë pune për hir të konfidencialitetit, unë nuk do të them emrin asaj firme të njohur sportive që tashmë e dominon sportin botror, dhe oferta punës ishte shumë joshse nga ana njerëzore. Ishte në 2006-ën për të qenë menaxheri i gjitha filialeve sportive, domethënë detyra ime ishte për të mbikëqyrë filialet e Ballkanit, për të qenë gjithmonë në veshje sportiv, edhe thjesht për të promovuar produktet e reja që ata bënin. Me dieta të paguar, me fluturime, me pushime, gjithçka, edhe me shumë benefite ekonomike. Jashtëzakonisht. Edhe jo vetëm. Por në të njëjtën kohë ishim pyetur edhe nga drejtuesit tanë që na thanë që tani CFN-ja ka nevojë për ju, lutuni, pyesni Zotin. Edhe ishim në atë fazën, kështu Zot, çfarë ti ke dëshirë me jetën tonë. Unë isha i qartë për veten time që nuk kisha ardhur nga Gjermania për të hyrë në një punë të zakonshme, nuk kisha ardhur me mision. Por ku të vjen një ofertë e tillë, ti jemi realist, jemi edhe njerëzor. Ka tundime. Dhe në ato moment un kam qenë duke lutur dhe e mbaj mend si sot, sepse është hyrë nga një momente të rëndësishme. Kur Zoti më foli, tha mentor të kam vendosur përpara një dere të hapur, është Zbulesa kapitulli 3. Të cilën askush nuk mund ta mbyll. E vërteta është që në rast se unë dhe Frosina nuk do të kishim thënë po, ne nuk e dinim se si mund të vazhdonte me CFN. Ka shumë probabilitet që ndoshta edhe mund të mbylleshe si shërbes. Kështu që i tham Zotit me bindje po, i tham CFN-s po, do në shkova tek ai menaxheri i gjithë Evropës, kishim lënë takimin dhe ja dash një përgjigje. Se harroj kur jemi takuar në Tiranë, në Sheratoni. Edhe thash unë ti, thash Zoti Thomas, ishte gjerman, thash unë kam një përgjigje. Thash edhe përgjigja ime është jo. Ai nuk donte ta besonte, ai në fillim mendoi që unë jam duke u tallur me të. Domethënë, duke bërë shaka, tha, mendoj tha, nuk kemi për shaka këtu. I thash jo Thomas, kjo nuk është shaka. Unë e kam një përgjigje, thash, mendoj që unë kam marrë për një arsye tjetër këtu në Shqipëri, kështu që thash, unë ju uroj gjithë të mirat, besoj thash që mund të ketë, mund ta gjeni dikë tjetër më të mirë se unë, thash po jo. Edhe ai më ofroi, tha, do më shumë pak, do çfarë, kush është arsyeja? Thash është një firmë shumë e njohur sot globalisht. Ndonjëherë si oni herë pas jam thot babi po sikur ti kishe dhënë atyre po po kështu për shaka. Kështu që ai ka qenë një moment i rëndësishëm, dhe dua të them pse thash këtë gjë. Nga ai moment 2006 deri më sot, edhe që ndoshta do të flasim pak më vonë për sfidat që kemi kaluar, por në ku nuk jam penduar apo që kam dyshuar ndonjëherë që pse i thash CFN-s po dhe i thash atyre jo. Domethënë sigurisht ndonjëherë si njerëz edhe mund të dyshosh, por në zemrën time asnjëherë s'jam penduar. Ky ka qenë një nga momentet e rëndësishme. Një tjetër e rëndësishme është blerja e tokës. Blerja e tokës të CFN-s ka qenë shumë. Si janë sfidat këtu në vendin tonë. Po, ajo ka qenë më të vërtet e para donim qetësi, por nuk donim shumë larg qytetit.
E dyta, në kohën kur kishim bler tokat ne akoma kishim shumë probleme me pronat. Ishim me makinë duke kërkuar zot kush është vendi i duhur. Kështu që kishim një bord, në bordin ton ka dhe gjermane dhe me shumë dashuri të madhe që unë i dua ata njerëz, po gjermanet mendojnë intelektualisht. Domethënë ata për te besimit e kanë edhe lapsi, ne bëjmë 2+2 bëjnë 4. Edhe kur unë e prezantova vizionin e CFN-s të madh që sot është realitet, ata thanë që kjo është e pamundur, është jashtëzakonisht. Kështu që kushti ishte duam shenjë parë nga Zoti që të blihet toka, që të fillojmë me ndërtimin e objektit. Dhe ai moment ka qenë për mua shumë që mendoj në rëndësi blerja e tokës, e kuptuam që atë vend e kemi marrë për Zotin. Kështu që kjo ka dhe një simbol shumë të madh frymëror, se blerja e tokës tregon një gjë në fakt që nuk është një shërbes për sot për nesër, por ti e ke pushtuar qoftë edhe në anën frymërore, po edhe fizike, atë territor që deri më tani mund të ketë shërbyer një qëllimi tjetër tani për mbretërinë e Zotit. Dhe rëndësia tjetër është sigurisht momentet inaugurimi ndërtesës së parë, shpërngulja ardha aty është jashtëzakonisht emocionuese. Nuk e di nëse mund të sillni për dëgjuesit për te historive që ju prezantuat, duke ndarë më shumë nga vetja, do një histori frymëzuese nga fillimet e CFN-s, ndoshta edhe nga persona të tjerë me të cilët ju keni pasur mundësinë për të pasur kontakte. Nuk e di cili nga ju mund të flas më konkretisht. Histori frymëzuese. Dani, në vetvete objekti i CFN-s është frymëzim. Ai vend është më të vërtet, ku them frymëzim nuk është frymëzim vetëm për CFN-n. Lutja jon ka qenë që nga fillim që ai vend të jetë një frymëzim, mendoj jo vetëm për komunitetin, pa aty përreth, po të shërbej gjithë ungjillorëve dhe komuniteti protestant në Shqipëri. Dhe e vërteta është që kushdo që vjen, ai vend është një frymëzim për të tjerët. Ka pritime të shumta tek ai vend që ka ndodhur. Frymëzim janë studentët e diplomuar, të cilët sot janë duke shërbyer Zotit. Për mua gjithmonë një fitore që kur njerëzit kanë ardhur, janë trajnuar në shkollën tonë, që kanë vazhduar me Zotin dhe për të ecur, sepse dëgjojmë shpesh që edhe kanë ikur nga rruga. Tani ju do të thoni, a janë gjithë 100% me Zotin? Nuk mund ta them këtë gjë se Nuk na takon ne që ta gjykojmë këtë gjë. Por këto janë frymëzim për mua. Një frymëzim tjetër është historia e një djali, nuk e di a kam thënë këtu në radion tuaj, mendoj. Është ka qenë një konferencë të verës, po mos gaboj, mund të ketë qenë në vitin 2016-2017. Eraldi nga Tirana ishte një djalë 16 vjeçar. Ne nuk e dinim që ai ishte shurdh me mes, kishte ardhur në konferencën tonë. Dhe në mbrëmjen e fundit të konferencës, më shumë nga Jezusi, kishte një përshtypje, dhe këtë e them për t'i dhënë zemër tani dëgjuesve që janë duke na dëgjuar. Për këtë arsye doja një histori, sepse di që keni pasur. Dhe ditën e premte në mbrëmje, kishim këtë përshtypje dhe ne dalim me themi se du të kesh kurajo të dalësh para 260 vetave. Të thua që kam një përshtypje që Zoti ka dëshirë ta bëjë një mrekulli tani. Sepse është kështu që ose dështon edhe e minimizon fuqinë e Zotit, ose ndodh një gjë. Po isha i sigurt në zemrën time që po unë nuk i dija që ai ishte për çfarë bëshë fjalë. Dija që Zoti kishte dëshirë të bënte diçka të veçantë, por nuk e dija për çfarë. Dhe kështu që e shoh nga fundi i sallës, ishim akoma tek ndërtesa e vjetër ku ishim, jo ku jemi sot këtu. Shoh që nga fundi i sallës po e shoqëronin antarët e kishës së tij, Eraldin, edhe po mundoshin për të komunikuar me të, sepse ai nuk e kishte kuptuar. Erdhi përpara edhe e kuptuam që ai nuk mund të fliste, edhe nuk dëgjonte. Edhe kemi filluar të lutemi, thash vëllezërve pastor, dhe aty thash, është mund të dalim gjithë të besojmë Zotit për të lutur. Normalisht nuk e bëjmë shpesh, sepse duke kesh më të vërtet bindje të madhe nga Zoti, që ta ka dhënë Zoti një gjë të tillë. Kështu që kemi filluar për të lutur dhe mendoj jemi lutur vetëm 60 sekonda. Pas 60 sekonda ajo është ngritur, ma ka marrë mikrofonin nga dorë, ka filluar të bërtasi
ka filluar të flasi për herë të parë pas 16 viteve. Zoti hapi gojën, Zoti hapi vesht. Ne si njerëz dyshojmë ndonjëherë, ja dhash Biblen për të lexuar, ku e kuptova kështu se donim të ishim të sigurt a ndodhi më të vërtetë. Edhe kështu që për mua është moment fantastik se jo vetëm që jeta aty u normalizua, ai u kthye në shtëpinë e tij, u kthye në kishën e tij, shërbesi dëshmi, i pjesë i mirë e familjarëve, farefisit, ja dhanë jetën Zotit. Edhe kjo do të më shoqëroj si histori frymëzimi për të thënë se shpesh gjërat e pamundura që janë për njerëzit janë të mundura për Perëndin, edhe ai ka gjithmonë kohën e tij, edhe për këtë jam Zoti shumë mirënjohës, po. Jam i sigurt që ndoshta Klausi me Donën kanë ndonjë pastor të falenderoj për këtë histori tjetër dëshmi që ndave në këto momente. Unë jam duke kujtuar atë prapë me fillimin e projektit pas marrjen e tokës, patjetër ka qenë një hap besimi për të bler, të paktën që është një tokë e madhe, më e madhe se ne kemi menduar nga fillimi, ndoshta 2 fish, edhe pastaj unë mbaj mend momentin kur mentori më ka ftuar në zyrën e tij, edhe përpara ishte kontratën për të ndërtuar ndërtesa. Edhe një kontratë me shumë që kushton shumë. Edhe ne e dim që me vlerë të mëdha. Po, edhe nuk kishëm të paktën vetëm një gjë shumë e vogël në bank, por ne kemi vendosur duart, edhe ne kemi lutur edhe kemi shpallur bekimin e Zotit mbi kontratën. Që këtë do të zhvillohej deri në fund, edhe pse ne nuk i dinin se si do të ndodhte. Sepse rrjedhin e mbështetasit nuk ishte aq e madhe në atë kohë, ka zhvilluar nga atë kohë, por në atë kohë nuk kishin shumë. Edhe ne nuk dinin fare si Zoti mund të bëjë këtë. Por ne besojmë që Zoti kishte folur, këtë është koha, këtë është atë të durën që ne duhet të ndërtojmë, edhe ne kemi bërë me besimin. Edhe mentori ka firmosur pastaj me shumë besim, edhe pastaj kemi lutur për këtë, edhe kemi vazhduar duke lutur gjatë viteve derisa është bërë gjitha. Edhe sot këtë, edhe fakt kemi shkruar që nga shenja para ndërtesës, gjatë kohës që është në ndërtim, është shtëpia ose ndërtesa e besimit. Për të gjithë botë ato të njihnin që është prej besimi që është ndërtuar këtë shërbes, edhe këtë ndërtesë. Edhe disa kanë folur për inaugurimin, por në inaugurimin ishin shumë njerëz edhe nga jashtë, njerëz që nuk ishin besimtar. Edhe ne kemi shpallur, mendoj ka thënë, është Jezu Krishti që ka ndërtuar këtë. Që është për shkak se Zoti ka qenë besnik, që këtë ndërtesë ekziston. Nuk është për shkak se ne kemi bërë diçka, por Zoti ka bërë. Në fakt edhe unë dua të them diçka për pjesën e pyetjes tuaj. Në fakt ka kaq shumë gjëra që kur unë kam erdhur në 2011-ën edhe tani jam në 2025-ën, ka shumë gjëra për të ndarë, se çfarë ka ndodhur, si është rritur, si është realizuar shërbesa dhe çfarë frytesh kemi arritur. Po unë do të ndaja një gjë që jo shumë njerëz mund ta ndajnë dhe mund të thonë për drejtuesi vizionar. Unë që kur kam erdhur, kam ndier vërtet prezencën e Zotit, kam studiuar aty dhe jam rritur bashkë me shërbesën. Një gjë që mua më bën përshtypje dhe shumë rrallë të gjesh njerëz që të dhurojnë dashuri për kushtim, të ndihmojnë në rritjen edhe të dhurojnë gjithçka dhe të lejojnë të bësh shërbesën. Të shikosh vizionarët, Frosinën dhe mentorin, të ecin me besim në të gjitha llojet e sfidave, sepse vërtet ne shikojmë iluzim, si po thash më përpara, por ama kemi pasur dhe sfida. Edhe për mua ata janë frymëzim, kanë ecur me besim, nuk janë lëkundur, por kanë vazhduar të ndikin misionin e Zotit deri në fund. Dhe për mua ata janë një inkurajim edhe një dritë, jo vetëm për kombin shqiptar, por për kombet, ashtu si ne kemi vizionin. Edhe ne si bashkëpunëtor edhe si staf, të paktën në zemrën time, unë dua të mbaj krahët e tyre. Asi në lutje si Mojsiu edhe të tjerë të Aroni bashkë me bijet e tjerë mbanin në lutje.
Dhe këtë duam të bëjmë ne si staf, që të ndihmojmë edhe të procesojmë në këtë shërbes, duke ndihmuar Frosinën dhe mentorin, sepse ja kanë dalë mban, duke besuar dhe duke besuar mbi të gjitha Zotit, edhe mbi të gjitha ata e duan shumë Zotin. Dhe prandaj janë deri këtu. Dhe është qëllimi i zemrës që ata kanë të nderojnë Perëndin me gjithë zemër. Për mua ata janë frymëzim, janë prindër frymëror, jo vetëm për ne si staf, po për shumë njerëz të tjerë. Dhe kjo për mua ka shumë kuptim, edhe është diçka që le vend dhe le mbres në jetën e çdo njeri që takon ata të dy. Ne do të vazhdojmë bisedën tonë në studio për të ndalur edhe tek të tjera pika shumë të rëndësishme të këtyre 25 vite të CFN, por edhe për te asaj, sikurse ju jeni duke e prezantuar. Në këtë moment shkëputemi shkurtimisht për të ndjekur këndën Kjo botë kërkon për një herë, kënduar nga Gloria Nure. Vazhdoni që ndroni, jeni në valët e Radio Manuel për gjatë programit Muzik Plus. Rikthehemi sërish në studio, vazhdojmë të jemi miq së bashku, drejt për së drejti në valët e Radio Manuel për gjatë programit Muzik Plus, një program kushtuar totalisht CFN-s në 25 vjetorin e saj. Është viti i CFN-s dhe për këtë arsye jemi së bashku me mentorin, me Frosinën doja thoja, e përshëndesim Frosinën me Donikën dhe Klausin. Për të folur më tepër rreth këtyre viteve, rreth historive të suksesit, dëshmitë të tilla të cilat ata janë duke prezantuar për dëgjuesit, por patjetër edhe për sfidat dhe vështirësitë. Prandaj duhet t'ju pyes në këtë moment se si ka ndihmuar CFN në përhapjen e ungjillit për gjatë këtyre viteve. Po, në përhapjen e ungjillit. Unë i thash në fillim që CFN-ja është një shërbes që ka lindur me fjalën e Zotit, por të iniciuar nga njerëz misionar.
Kështu që për mua si drejtues i përgjithshëm gjithmonë e kam parë në këtë lloj këndvështrimi që duke qenë se ai vend ka lindur nga misionarë, ai duhet të japë një kontribut sado të madh apo të vogël për misionin. Se në fakt ne kemi ardhur në jetë si rezultat i misionit. Dhe për të kthyer pyetjes ne përhapim një ungjilli për këtë arsye ne mundohemi si CFN që ti shkojmë përshtat urdhërimit të madh të Zotit në shpërndarjen e ungjillit. Këtu sigurisht përfshihen mbjellja kishave të tona të rrjetit që kemi dyert e hapura në trabashkësi, por përtej kësaj në përhapjen e ungjillit ne mundohemi për të qenë aktiv edhe në kombet e tjera. Studentët tanë për shembull kanë patur në këto 25 vite histori disa tyre në një vit shkollor të caktuar kanë patur mundësinë për të shkuar disa herë në mision në Turqi. Kemi patur studentë të cilët kanë shkuar në misionin e tyre afatshkurt në Maltezi. Kemi patur grupe dhe skuadra që kemi shkuar në Kosovë, në Maqedoninë e Veriut. Kemi patur studentë që në kuadër të shkollës së Biblës kanë bërë një kohë praktike në Greqi, apo edhe në Kosovë. Kështu që për mua janë gjitha këto pjesë që CFN vazhdon të mbetet besnik detyrës së shpërndarjes së ungjillit si fillim të Jezus Krishtit, dhe nën këtë janë gjitha gjërat e tjera, pastaj që ndoshta mund të flasim më vonë rreth ndikimit në komunitet, ndihmën ndaj njerëzve në nevojë, por shpërndarja e ungjillit mendoj për ne vazhdon të mbetet një gjë, pranimi i grupeve të ndryshme që vijnë. Unë shtoj diçka të Po, patjetër. Që për të shpërndarë ungjillin nuk është vetëm për të shpallë, po është edhe për të ndërtuar njerëz, është për të bërë dishepull. Për të përgatitur njerëz. Që njerëz nuk kanë nevojë vetëm për të besuar, por kanë nevojë për ndryshuar. Edhe këtë duhet kohë, edhe duhet angazhimin për të kaluar kohë me njerëz, për të investuar tek njerëz, për të trajnuar patjetër në shkollë, por gjithashtu në çdo gjë që ne bëjmë, ne dëshirojmë për të ndikuar ata, për të ecë sipas besimit, për të vendosur besimin në praktik në jetën e përditshme. Edhe këtë në çdo gjë që ne bëjmë, këtë është diçka që është themelore për çdo gjë, që ne dëshirojmë jo vetëm që njerëz besojmë, që pranojmë Jezusin, por që ata vërtet të bëjnë ndjekës e Jezusit në çdo gjë. Edhe këtë është diçka që në gjitha gjërat që ne bëjmë është qëllimi që kisha do të rritet, kisha komunitet besimtarësh do të rritet në zbatimin e fjalës, në ecjen me Zotin. Qoftë përmes shkollës, qoftë përmes konferenca, qoftë përmes çdo angazhimin tjetër që ne bëjmë, vizita që ne bëjmë me njerëz që ne flasim, ne këshillojmë ata për të ecë përpara me Zotin, për të veprojë sipas atë që besojmë. Edhe këtë është diçka që në mënyrë si ne gjithmonë vendosim këtë si një pik kyç që ne do të ecim sipas besimit tonë si dishepull e Jezusit. Dhe me qenë se pastori e përmendi pak më parë që kjo është thelbësore të përhapni ungjillin, edhe qëllimi i vizionit kryesor që ju keni, por patjetër ju jeni shumë afër komunitetit ku punoni, prandaj dua t'ju pyes se si ka ndikuar CFN në komunitetin lokal, në zonën tuaj. Në fakt është një punë që jemi shumë në terren dhe duke qenë shumë afër njerëzve, ka histori të ndryshme që mund të tregojmë, por janë të pafundme. Në fakt, ne jemi të privilegjuar që mund të shërbejmë dhe që Zoti na ka zgjedhur në këtë mision dhe mund të ndihmojmë dhe mund të dhurojmë pak shpresë dhe dritë. Po unë dua të tregoj një rast, edhe kemi pasur mbështetjen e plot për të shkuar deri në atë vend që nuk është shumë larg nga Pogradeci, 40 kilometër. Në Osnat, Nicë dhe Prenisht. Ne kemi mbetur pa fjalë edhe nuk e dim se si ta përshkruajmë kur ne shkuam tek ata njerëz.
e duruam diçka të vogël, edhe ata u mbushën me shpresë, me gëzim. Dhe më ka bërë përshtypje një vajzë, i tha mësuese se vet, mësuese, tani u kam shumë gjëra. Dhe kjo më mbeti në zemrën time dhe unë e kam darë dhe me pastorin edhe kam thënë, a mund të shkojmë përsëri në kohën e Krishtlindjeve për të dhuruar atyre dhe diçka më shumë. Edhe kemi pasur mbështetjen e pastorit, dhe pse ka qenë një terren i vështirë, rruga shumë e vështirë, por kemi shkuar për të dhënë dritë dhe shpresë dhe ata fëmijë janë gëzuar, ato njerëz janë gëzuar, sepse aty dukshte sikur ishte në mesjet, por ne kemi sjell shpresën e Zotit, kemi sjell një guxim për të ecur përpara. Edhe kjo është diçka që për ata njerëz ishte shumë e veçantë. Ata mbi të gjitha vlerësuan ardhjen që ne shkuam aty dhe i dham dashurinë, dhe kjo nuk ishte vetëm kaq, por ishte dashuria e Krishtit dhe shpresa e Krishtit. Ne jemi të vetëdijshëm që nuk jemi të vetmit si CFN, që jemi të angazhuar në shërbim të komunitetit. Jam sigur që ka shumë vëllezër dhe motra, kishat e tjera të cilën japin kontributin, të cilën unë nxis gjithë ata që na dëgjojnë për të thënë që mendoj nuk duhet të heqim dorë se bëri mirë, nuk duhet të heqim dorë se ndihmuar njerëzve. Nuk duam të pranojmë të vërtetë është që në vendin ku jetojmë ka akoma shumë nevojë shumë të madhe. Po. Sidomos në zonë naturale. Dhe ne kishim një lutje, ne kishim një dëshirë që CFN-ja duhet të bëj për te anës frymërore, që bëjmë me studentë, apo tha Klausi me konferencat dhe gjithçka tona, ne duhet që ta prekim komunitetin me dashurinë e Zotit. Dhe që nga viti 2010, do të thosha, dhe deri më tani për 25 vjet rresht, jemi munduar me gjitha mundësitë tona që kemi për të qenë pranë nevojave që na kanë ardhur. Jam i gëzuar që një pjesë e mirë të institucioneve shtetërore, paktën rajonale, është që ku ka një nevojë, ku ka një krizë, ku ka një djegje shtëpie, që nuk i rojmë asnjëherë që do të ndodhin, është që ku të trokasim të CFN-ja. Edhe jo shumë larg para disa nuk e di sa javë ishte, ndodhi një fatkeqësi te një familje në Pogadet që u dodhi shtëpia. Unë nuk gëzova shumë që na erdhi telefonata edhe na thanë që hey, është CFN-ja këtu. Edhe ata e dinë që CFN-ja edhe gjithë institucionet e tjera e dinë që CFN-ja nuk bën kompromis me vlerat. Ne shkojmë vetë në terren, Klausi me Donës bashkë me pjesën tjetër të skuadrës, shkojnë e prekin vetë komunitetin, e shohin nevojën, e bëjnë analizën dhe pastaj shikojmë mënyrat se si mund t'i mbojnë, sepse çdo familje ka një nevojë tjetër, çdo institucion ka një nevojë tjetër. Për shembull, jam shumë mirënjohës që kemi patur mundësinë për të qëndruar afër Martinitetit dhe Spitalit Pogradecit me gjitha pjesët higjienike. Për vitet e tëra tashmë CFN-ja nuk do të them që e mbulon tërësisht, por një pjesë të mirë të gjithë pjesës së higjienës, të disinfektantëve dhe të përparcave, të gjithçka tjetër që duan për anën kirurgjikale, gjithçka tjetër, është CFN-ja që ka patur fal hirit të Zotit, e ka patur mundësinë për të ofruar këtë gjë dhe kjo është një bekim është një bekim shumë i madh. Sepse nuk po flasim vetëm për pakut e Krishtlindjeve, se ne kemi qenë këtu ndonjëherë për të thënë edhe vetëm për atë aksionin. Paku i Krishtlindjeve në tetor e finalizon e mbyll vitin, por në fakt gjatë gjithë vitit ka gjithmonë gjëra aty. Domethënë është që janë në shërbim për ta prekur komunitetin me dashurinë e Zotit, edhe ne nuk bëjmë asnjë gjë më tepër se sa bëri Jezusi. Në fakt Jezusi shkoi në komunitet, edhe tek dikush e shëroi, tek dikush e dha një shpresë, tek dikush tjetër e dha një inkurajim. Edhe unë e kam sjellë sot raportin vjetor të vitit 2024 më vete. Është vetëm në vitin 2024, pra vitin e kaluar, mbi 14.000 persona në Shqipëri kanë përfituar në një mënyrë apo në një mënyrë tjetër në komunitet që nga ndihmat dhe mbështetja e Krishtit për kombët. Dhe kjo është nuk mburremi me shifra, por në fakt kjo është për t'i dhënë Zotit lavdi, sepse ungjilli përhapet dhe komuniteti preket pikërisht
nga njerëz të cilët e kanë një sy për ata, do na tregoj një histori, mendoj historitë janë të shumta, është Vërtet. Ne kemi Edhe nëse je në terren e kupton ndonjëherë dhe realitetin. Ne kemi përritime, sidomos ata që shkojnë tek mosha e tretë, domethënë është që rinia ka lëvizur në emigracion edhe ta ndjen më tepër të vetmuar. Është kanë më shumë nevoja. Thjesht shkosh për një vizitë dhe të shkosh në farmaci t'ja blesh një paracetamol të thjesht apo t'ja qosh diçka tjetër, ose një vakt të ngrohtë. Një vakt të ngrohtë. Mendoj ajo flet shumë më tepër se sa do të shkoshe për të thënë shumë gjëra të tjera. Patjetër, pastor. Gjithashtu një nga shërbesat më të rëndësishme që u keni është edhe shkolla biblike, ku Klausi është edhe drejtori i saj. Ç'mund të themi për të në këto 25 vite? Nuk e di, ka qenë që prej fillimit të CFN apo ka vazhduar më pas? Siç ka treguar mentori, çdo që ka filluar me shkollën bible. Po. Edhe si ata kanë marrë nga Zoti që ata njohin duhet të ndërtojnë. Edhe çdo që ka filluar me një shkollë bible të thjeshta, 6 muajsh, edhe ka rritur nga atë fillim e vogël që çdo vit në fillim ka qenë vetëm ndoshta 3, 4, 5, 6 studentë çdo viti, po pastaj ka rritur. Edhe gjatë kohës këtë ka ndryshuar pak që fillim ka qenë vetëm një shkollë 6 muajsh, pastaj kemi filluar edhe me vitin e dytë, pastaj kemi filluar edhe me një trajnim për si të them vitin e tretë që ka qenë si praktik. Edhe pastaj kemi marrë parasysh që shumë njerëz nga Shqipëria kanë filluar duke emigruar. Edhe nuk ishin atë shumë që kanë qef për të qëndruar për një afat gjatë në një shkollë me kohë të plotë. Edhe kemi filluar, kemi marrë parasysh që është shumë nevojë e madhe për njerëz, për trajnuar që janë aktiv të shërbes tani, ose janë në punë, ose janë me familje, që nuk ka mundësi për të lënë gjitha anash edhe të shkojnë për të qenë fizikisht aty. Edhe kemi filluar me CFN Akademi, që ne bëjmë një shkollë bible për 10 muaj, një herë në muaj, një fundjavë në muaj, bëjmë një land. Edhe njerëz vinë për të premten edhe lagon të shtunën, që për një ditë pak a shumë, një bazditë deri në bazditën tjetër, edhe plotëson një land në këtë lloj mënyre, edhe qoftë ata bëjmë për 3 vite, pa dhe prej ata përfundojmë me një bachelor. Edhe në fillim kemi për të dyja bashkë, por pastaj pas kohës e pandemisë kemi lënë po momentin atë shkollë me kohë të plotë. Përpiqem për të vazhduar në ardhmen, por për momentin kemi akademi që ne vazhdojmë tani në 6 vite. Vitin e 6 që kemi akademin, edhe kemi do 30 studentë për momentin që janë aktiv në këtë procesin, ndoshta vitin e parë, vitin e dytë, vitin e tretë. Po, mendoj këtë vit shkollor janë mbi 30 studentë që janë të angazhuar në këtë vit shkollor në akademia. Gjithsej në shifrat tona janë mbi 390 studentë në këto 25 vite histori të trajnuar dhe të diplomuar nga CFN-ja, siç Klausi tha përpara, shumica prej tyre të shkollë bible me kohë të plotë që nga viti 2000 deri në vitin 2018 kemi patur pa ndërprerje me akomodim me fjetje me gjithçka tjetër. Edhe akademia është me akomodim fjetje për fundjavën ku ata janë aty. Është një model tjetër, është një kurrikul që mendoj i përshtatet edhe si të them, i përshtatet botës të nxituar aktualisht që gjithë njerëzimi është duke kaluar. Ne s'kemi kohë për asnjë gjë, domethënë, është sinqerisht, koha është kaq e ngarkuar e njerëzve, kur fjala e ngarkojmë veta, jo që na ngarkon koha, e ngarkojmë ne, se i themi shumë gjërave po. Edhe po në zemrën tonë ishte që ne t'i afrojmë trupit të Krishtit në Shqipëri, njerëzve duke i përmbajtur vizionit ton, që
një model të cilë është atraktiv që ata s'ka nevojë të shkëputen as nga familja, as nga puna, as nga kisha lokale, por që e kanë mundësinë për të qenë njëkohësisht në një vend ku mund të trajnohen dhe ku mund të pajisin akoma më shumë. Unë besoj shumë që kisha në Shqipëri ka nevojë, mendoj, për trajnimin e gjeneratës së re, ka nevojë, mendoj, për të menduar seriozisht për kalimin e stafeteve pas disa viteve, mendoj, tek gjenerata e re dhe mendoj është e nevojshme për të investuar në trajnime teologjike, në formimin e karakterit, mendoj, në njohuritë e Biblës. Jezusi jo pa qëllim i thiri dishepujt edhe i mbajti afër vetes së tij për 3 vjet e gjys. Ka nevojë për kohë për leadershipin aktual që ta trajnoj diku tjetër për t'ia dhënë stafetën tjetrit, domethënë Jezusi na ka dhënë një model. Unë jam i sigurt që ai kishte shumë kollaj për të thënë që unë ju zgjodha juve edhe ditën e nesër, okay, ju zgjodha, ju jeni mirëpafshim, tani ika. Domethënë, mbretëria është e juaj. Jo, ai ndejti me ta, ai i trajnoi, ai i sfidoi, ai unë them gjithmonë, në rastin ndonjëherë në botë ka patur një shkollë Bible që ka qenë më e mira gjitha shkollat të Biblës, mendoj ka qenë shkolla Biblës e Jezusit. Domethënë që ja ka dhënë një model, mendoj, gjitha shkollat të tjera që merrni, trajnoni, pajisni, jetoni bashkë me të. Këtë bëjmë edhe me studentët e akademisë, mendohem për te teorisë që është një lëndë e caktuar, me një temë të caktuar mundohemi në kohën e pushimit, në mbrëmjeve, gjithashtu që kalojmë kohë me ata mentorim personal. Kështu që mendoj që është një bekim shumë i madh, edhe kur ha fjala me këtë duhet ta mbyll. Në rast se dikush është duke na dëgjuar viti shkollor i tanishëm tashmë janë hapur regjistrimit për 2025-2026. Është një model që në fakt nuk të shkëput as nga familja, as nga puna, e ke mundësinë për ta ndjekur vetëm një herë në muaj dhe ta formosh veten tënde dhe të jesh bekim për familjen, për kishën dhe për kombin. Mund të shtoj edhe diçka tjetër që në vitet e fundit kemi filluar edhe për të bërë hapur në mënyrë që njerëz që kanë larguar nga Shqipëria, që jetojnë në diasporë, në emigrim, ata mund të marrin pjesë në shkollë në mënyrë Zoom online, që ata mund të bëjmë edhe me njëkohësisht shkollë Bible në këtë fundjavët që ne bëjmë këtë. Nuk e di sa veta kemi, 6, 7, 8 që kemi që janë aktiv në këtë që ndjekin online edhe vazhdojmë me shkollë edhe pse janë jashtë Shqipërisë. Kjo është një mundësi shumë e mirë për ta, sidomos edhe për të rinj që janë duke u larguar gjithmonë edhe më tepër. Ne do të vazhdojmë bisedën tonë në studio për të folur për një tjetër aspekt të këtyre 25 viteve, për të ndalur pse jo edhe tek sfida, tek ato momentet me të cilat ju jeni përballur gjatë shërbesës suaj, por në këto momente shkëputemi shkurtimisht për të ndjekur këngën Çmik na është Jezus Krishti, kënduar nga Petrina Kalaveshi. Çmik na është Jezus Krishti, në shtorasta i në mbrojt, shprivileshti shpijen Zoti, çdo gjë që zemrën a lëndoj. O, çgësim shumë e largoj më, o, ç'mundim e qim kohë, vetëm se s'ja bëjmë të njohur, me lutjen tonë të madhit Zot. Kemi nga sjellë mundime, jemi mush me hidërim, letja bëjmë të njohur Zotin, na durona i gëzim.
është miku më besnik. Thuaj jap të gjitha Zotit, ai është miku më besnik. Vazhdojmë një bisedë shumë të veçantë në ditën e sotme me mentorin Donikën dhe Klausin në studio, të cilët vijnë nga CFN po Gradec, dhe në fakt është një program kushtuar totalisht 25 vjetorit të saj, për cilën ne jemi duke folur në puntatën e ditës së sotme e parë këto 25 vite në të gjitha aspektet, në momentet e suksesit, në fillimet, sikurse i prezantuam edhe më herët, por për gjatë bisedës dua të ndalem edhe tek ato momente ku keni pasur jo vetëm sukses, por dhe sfida. Prandaj cilat kanë qenë sfidat më të mëdha të këtyre 25 viteve? Jashtë mikrofonit ishim duke dëgjuar nga mentori që janë të shumta sfidat, por nuk e di mentor, çfarë do ti të ndash për ata që janë duke na ndjekur? Çfarë pyetje? Është një pyetje që tani do të kemi një gjë parasysh. Po flasim pak si shumë, po flasim për një histori 25 vite. Po, ndoshta nuk është mjaftueshëm një orë gjysmë program, por minutazhi një orë gjysmë program për 25 vite, normalisht do të ishte e drejta që për çdo pyetje do të kishte 25 minuta. Kjo i takon një çështje tjetër. Po, por tani çdo sukses arritje, nuk do më pëlqente fjala sukses, më do po çdo arritje më besoj që has edhe me vështirësi, has me kundërshtime, dhe sfidat kanë qenë jashtëzakonisht të shumta. Tani sfidat kanë qenë jo vetëm të shumta, por edhe të formës të tjetër. Unë para 2 viteve e kam shkruar një librush të vogël që e kam quajtur Krizat, çfarë të mund të mësojmë prej tyre. Tek ajo librush që unë kam menduar janë histori personale të këtyre viteve të mia në CFN, që janë shumë të përmbledhura, që në fakt sa rëndësishme është që duhet në një proces ecje janë edhe këto sfida. Tani disa kanë qenë shumë të vështira. Pjesa e ndërtimit për shembull. Ajo ka qenë një sfidë. Mendoj që unë them sot në rast se nuk do të ishte hiri i Zotit, unë mendoj që do të kishim dështuar. Sepse krizat kanë qenë të shumta, kanë qenë edhe për fakt të objekte që i kishim, tani ne themi për lavdit Zotit dhe ne kemi dëshirë që CFN-ja t'i shërbej gjithë trupit i Krishtit, ne mendoj anë mban Ballkanit edhe për te, por vërteta është, domethënë që CFN-ja është aty është faktive, nuk e them unë, e kanë thënë të tjerë që është një nga qendrat më të mëdha komunitare e krishterë në Ballkan. Dhe për ta ndërtuar këtë ka qenë shumë sfidë e madhe. Thash pak më përpara blerja e tokës. Një sfidë shumë e madhe ka qenë problematika me firmën e ndërtimit. Ajo ka qenë një sfidë që mendoj në rast se nuk do të kishim shoqëruar me lutje të vazhdueshme të skuadrës, mendoj që ajo ka patur momente që kemi thënë o Zot, tani jemi vërtet më shpatlla për mur se si do të vazhdoj, se ne dim vetë, besoj edhe dëgjuesit që na ndjekin sot e din çfarë do të thotë të ndërtosh në Shqipëri, besoj. Ti përballesh dhe e prek padrejtësinë, e prek mosrealitetin, e prek korrupsionin, e përjeton vjedhjen. Dhe me këto i jemi përballur deri në proceset gjyqësore. Ka qenë me firmën e parë ndërtuese, domethënë ka qenë presion jashtëzakonisht i madh për shkak të abuzimit financiar, fryrës të shumave, moscilësisë të ndërtimit, mosmbajtjes të përgjegjësive të kontratës. Për mua si drejtues i këtij objekti ka qenë një sfidë shumë e madhe, mendoj që do të më shoqëroj. Për një kohë, lutem, nuk e di për sa. Një sfidë tjetër është gjithmonë mendoj janë njerëz të brendshëm. Domethënë është më të vërtetë unë këtë e them për ta ndërgjegjësuar trupin e Krishtit dhe realitetin, por edhe ato janë të pa evitueshme, nuk do të donim të ishin, por në fakt sfidat e brendshme ndonjëherë mua më vjen keq e them, unë kam respekt, unë kam nderim, kam dashuri për çdo njërin që ka qenë, që ka shërbyer në atë vend, por betejat e brendshme janë më të rrezikshme se sa betejat e jashtme, dhe unë këtë e them, domethënë është që fatkeqësisht
e kemi marrë një gjë që e ka përjetuar edhe vetë Jezusi, se Jezusi nga njerëzit e tij u tratua. s'dohet ta thaj këtë fjalë, thatë ju, por është e vërtetë, Është e vërtetë. Ne duhet të themi të vërtetën. Po, kjo kriza e brendshme, unë i di që 1, 2, 3, 4, 5 vetave që ndoshta mund ta dëgjojnë këtë gjë më vonë se tani, mund të thonë që e ka patur pastori me qëllim me mua. Unë nuk e kam me askë me qëllim. Por unë i them që mbretëria e Perëndis ka nevojë, mendoj, në rast se e kanë përqafuar një vizion. Asnjë vizion nuk është i përsosur, asnjë organizat, asnjë kish nuk është njeri nuk është i përsosur. Nuk është perfekt. Unë vetë nuk jam i përsosur. Ata që e kanë përqafuar një vizion nuk kanë përsosur. Dishenjët e Jezusit nuk ishin të përsosur, edhe ata ishin me mangësitë e tyre. Por kur ti e përqafon një vizion, ti do të kesh parasysh domethënë që je aty për të kontribuar. Kështu që krizat e brendshme mendoj janë sfidë për një lider, për një drejtues, gjithmonë sepse natyra ime është unë nuk jam shumë personi konfliktual. Unë kam dëshirë të zgjedhim gjërat me harmoni, me paqe, me gjërat jo gjithmonë është kjo. Kështu që kjo sa i përket sfidave, kemi kaluar edhe sfida shëndetësore në këto 25 vite të cilët ndikojnë edhe në shërbes, ose shërbesa të ndikojnë në shëndet. Por gjithmonë është lutja ime që do të shikosh tek Zoti. Do të shikosh tek Zoti për gjithë ato lloj sfida. Nuk e di nëse ke dhe diçka tjetër për të ndarë për ata që janë duke na ndjekur në kuadër të këtyre sfidave që ti prezantove pastor. Çfarë keni mësuar ju, ndoshta një mësim i cili ju ka shërbyer edhe ka qenë i vlefshëm për ju, por mund të jetë edhe për ata që janë duke na ndjekur. Unë e prisja se do të më vini këtë pyetje dhe prandaj se nuk doja ta mbyllja fjalimin tim me të parën ku ndalova, sepse në gjitha këto sfida mendoj ka edhe një gjë të mirë që e para na matyrojnë ne, na rriti, na çojnë në nivelet e tjera. E dyta, mendoj unë kam mësuar disa gjëra dhe nga këto disa do të theksoj që e para edhe kur kalon këto vështirësi, duhet gjithmonë të shikosh tek ai që të ka thirrur për të bërë shërbesën. Edhe që për mua ka qenë gjithmonë Zoti. Unë i dija që në vitin 2006, kur Zoti më kishte folur për ta marrë udhëheqjen e CFN-s, unë i dija që edhe isha i bindur që më ka thirrur Zoti për të bërë këtë gjë, dhe isha i sigurt që jam duke shkelur në një dras që quhet Jezus. Këmba ime po shkelte tek drasa që quhet Jezus. Dhe ai nuk më kishte premtuar në 2006 që do të jetë fushë me lule, udhëheqja jote do të ketë gjithmonë sukses, por e para është mendoj është do të kemi vizionin e qartë, është shumë e rëndësishme për një lider, tani unë flas personalisht, mendoj për një drejtues është gjithmonë ta kesh një vizion të qartë dhe mos bësh kompromis me vizionin. Rrugës, nga që ka dinamizma të ndryshme dhe edhe zhvillimi i jetës ndryshon edhe gjithçka, rreziku është që ndryshohet edhe vizioni. Mund të ndryshojnë metodat, mënyra të bërë të gjërave, si sa klasi që parë. Po, edhe për shkak të rrethanave. Nga shkolla me kod plot kemi sjellur në jetë akademin. A kemi dalë nga vizioni? Jo as pak, sepse vazhdojmë të jemi sërish duke pajisur, ndërtuar edhe dërguar student. Kjo pra është ta kesh vizionin e qartë edhe mos të dërzohesh. Rreziku i njerëzve është sot që i fillojnë gjërat dhe i lënë për gjysmë ose ikin. Unë inkurajoj çdo njerit është që në kur është sidomos në shërbes, duke shërbyer Perëndis është, ashtu si në çdo kompani është, mos i lë gjërat për gjysmë. Edhe atëherë kur është stuhia, mendoj qëndro, besoj Zotit. Do të jesh i sigurt se të ka thënë Zoti që të ka thirrur, por mendoj është duhet të qëndrosh besnik tek ajo çfarë Zoti ka thirrur, të presësh edhe kohën e duhur. Unë do të kisha patur shumë dëshirë që CFN-ja që është sot me objektin edhe me gjithçka tjetër që do të ishte ndërtuar në vitin 2015. Por ja që nuk ndodhi në 2015-ën, u desh kohë, është një proces. Ne kemi dëshirë që disa gjërat ndodhin pak më shpejt. Mendoj një gjë për mua ka qenë është që pritje edhe kohën e duhur. Kështu që koha e duhur e Jezusit është gjithmonë the perfect time. Më kujtohet vazhdimisht dhe do ta ndaj, mendoj edhe me skuadrën e kam përgatitur, është
Kur Jezusi mori lajmin që ka vdekur Lazari, e dini sa priti Jezusi ku dëgjoi lajmin? Jezusi shkoi tek vari Lazarit pas 2 ditësh. Ti thua, ai tash më ka marrë fund, ai më tash kishte vdekur. Për Jezusin jo, për të tjerë po, për Jezusin nuk vdesin gjërat. Jezusi ka kohën e duhur. Ai dinte mënyrën e duhur kur duhet shkonte atje tek varri për t'i folur edhe që t'i vinte prapë në jetë. Kështu që kjo është për mua, mendoj, ajo që kam mësuar, qëndro, besoj Zotit, edhe vazhdo përpara, pavarësisht kundërshtimeve, se sot nuk do të flas për kundërshtimet të cilët her pas here kanë qenë edhe të shumta. Po Klaus. Unë kisha një mendim Po. për të shkuar direkt këtë që ka thënë mentori, që diçka që shpesh mentori thot vetë është kisha edhe shërbesa nuk është një organizat, është një organizëm. Ne jemi në trupin e Krishtit së bashku, ne jemi duke ecur me Zotin, gjithmonë duke dëgjuar zërin e Zotit, duke ndjek Zotin në trajtimin që ai i tregon, sepse nëse ne bëjmë një organizat, edhe ne jemi kaq ndërtuar që nuk kemi nevojë më për Zotin, ne kemi humbur gjitha. Ne duhet të qenë gjithmonë i lidhur me Zotin, duke dëgjuar zërin e Zotit, duke lëvizur bashk me ata, edhe që ai drejton në rrugën e duhur. Ai e di përpara cilën vend ne duhet të shkojmë. Edhe pse ne nuk e dim, ndoshta ne dim 1-2 hapat përpara, por jo të gjitha rrugës. Edhe ai ka përgatitur të gjitha. Edhe nëse ne ndjekim zërin e Zotit, ne shkojmë në vendin e duhur në fund. Por gjithmonë ne jemi i gjallë, i lidhur me Zotin, i drejtuar nga Zotin, edhe ai drejton çdo gjë. Edhe këtë është shumë kyç edhe për CFN, edhe për çdo kisha, që ne duhet të jemi kaq e varur tek Zoti, që ne nuk e dim çfarë do ndodh në 5 vite. Ne bëjmë planet, por Zoti ka drejtimin e duhur. Për çdo shërbes kjo patjetër. Dua të them shumë shkurtër për të mbyllur një gjë që është pjesë po ashtu të sfidave është njerëzit ndonjëherë mendojnë që CFN-ja është një vend të cilën s'ka asnjëherë probleme financiare. Më besoni, unë e them këtë me sinqeritet, dhe këtë e di Zoti, di edhe stafi im edhe gjithçka tjetër. Ne çdo muaj e jetojmë me besim. Amen. Nga viti ku është themeluar CFN-ja, që para 25 viteve deri më sot, në fillim të muajit kur fillon muaj, më të vërtet, nga ana njerëzore, ne nuk jemi të sigurt dhe nuk dim a plotësohen të gjitha nevojat financiare. Por ne mund të themi diçka, Zoti asnjëherë nuk na ka lënë në balë. Amen. Zoti është më të vërtet shumë besnik. Ne nuk e dim si e, po nga ana njerëzore është shumë sfidë kjo, sidomos për një drejtues, domethënë që është ka personel, ka zhvillim të aktiviteteve, edhe ndonjëherë thua, ai Zot, tani si tepër kjo sfidë, por dëgjuam, duhet i besojmë Zotit, edhe le të flasim pak shkurtimisht ndoshta edhe për atë që ju keni në zemër për të ardhmen, për sa i përket CFN-s. Ndoshta si e shihni rolin e saj edhe vitet e ardhshme. Roli i CFN-s në tashme është diaspora. Pa u dëmtuar shërbesa në Shqipëri, kjo do të vazhdoj. Konferencat, shkolla e Biblës, puna në komunitet me bashkësitë, gjithçka tjetër, ajo jam Zoti mirënjohës, e kanë themelin, e kanë bazën, do të vazhdojmë. Mendoj një nga gjërat është ardhmja e për CFN-n është besojmë qartë dhe fort që Zoti në kohën e duhur na ka dhënë këtë gjë. Ne ndërrojmë për disa kisha, jo vetëm për një kishë, ne ndërrojmë për disa kisha shqipfolse në territorin gjermanfolës. Evropa shumë e madhe ka nevojë, mendoj edhe për të tjerë, por ne kryesisht jemi fokusuar tek pjesa gjermanfolse, kryesisht Gjermani dhe Zvicrë. Ardhmja, vizioni, lutja, kërkesa jonë është që të shikojmë diasporën shqiptare të bashkuar së bashku, jo vetëm për ide politike dhe patriotizmi, por një zë të vetëm për të adhuruar Zotin. Kjo është do të jetë fokusi, do të jetë prioriteti jon. Kemi edhe ca ëndra të tjera, kemi ca tokë aty afër përballë, mendojmë diku pak më vonë të blejmë pak të zgjerojmë të ty, po këtë do t'ja lëmë një emision të radhës. Me shumë kënaqësi. Dhe ndoshta për gjithë ata që janë duke na ndjekur dhe nuk kanë pasur mundësi të vizitojnë ambientet tuaja të CFN-s, çfarë do të gjejnë aty, përse duhet të bashkohen tek ju, jo vetëm për
godinën për ambientet, por edhe për takimet, eventet e veçanta që ju organizoni. Këtë e thot Klausi me Donën. Okej. Po, Donika. Fondacioni CFN Albania për 25 vite ka investuar në mënyrë aktive në Shqipëri. Edhe në të ardhmen e saj, synimi ynë është të rrisim njerëz dhe të investojmë nga ana shpirtërore. E para është shkolla akademisë për gjithë ata që dëgjojnë dhe kanë dëshirë të bashkohen në shkollës akademisë, konferencën e grave dhe të vajzave që kemi tani në prill, konferenca verore, po për të gjithë ata që duan të vinë ta vizitojnë qendrën për trajnime, seminare, kampe, edhe të gjitha jemi të hapur, sepse edhe stafi investon me inkurajime, lutje, të gjithë ata që vijnë, dhe ne kemi pasur 2 grupe, edhe para se ata të vinë, ne lutemi për ata, investojmë në këtë mënyrë. Kështu që Si mund t'ju kontaktojnë? Cilat janë format që mund t'ju gjejnë lehtësisht për të komunikuar edhe për të marrë më shumë informacion mbi takimet, konferencat, eventet? Kemi një person që merret me burime njerëzore dhe numri i kontaktit të tij është i përhapur dhe në rrjetet sociale, por dhe ne kemi edhe link qoftë për konferencat, dhe mund të regjistrohen aty, dhe kështu janë disa gjëra që mundësi tani nga mënyra e Facebookut, Instagramit, rrjetet sociale në përgjithësi, WhatsAppit, patjetër që edhe ka njerëz që janë për këtë pjesë që merren me burime njerëzore, por edhe me aplikimet që për shembull për shkollën e akademisë është Klausi, pra janë disa detyra të ndara nga përgjegjësitë e stafit. Po Klaus. Po mund të them që edhe qendrën tonë është, ne themi është qendër për gjithë Ballkanin, patjetër për gjithë Shqipërinë, edhe siç ka thënë Dona, ne kemi kaluar disa grupe kohën e fundit, por qendrën tonë gjithmonë është e hapur edhe për grupet e tjera, kishat e tjera që kanë dëshirë për të erdhur për të bërë eventet e tyre tek qendrën tonë, që ne mund të shërbejmë edhe për të ofruar vendfjetje, ambientin, ne bëjmë gati vakte për ata, shërbejmë ata prapa skenave, edhe ata mund të zhvillojmë eventet e tyre në vendin tonë. Edhe pse ne vetë bëjmë disa evente, si ka thënë Dona, me atë konferencat, edhe ndonjëherë edhe me disa seminarë që ne bëjmë vetë, por vendin tonë është hapur për gjitha, për gjitha trupin e Krishtit, që ata mund të shijojnë vendin tonë, që Zoti na ka bekuar me ata, jo vetëm për vetes, por për gjithë trupin e Krishtit në Shqipëri. Dhe duke qenë se pak nga pak po mbrim në fund të bisedës sonë në studio, koha ka kaluar shumë shpejt, realisht nuk e kam kuptuar. Së fundmi, cili është ndoshta një mesazh që keni për ata që janë duke na ndjekur, cila është lutja dhe shpresa që ju dëshironi të përcjellni për dëgjuesit tanë, për komunitetin ku ju punoni dhe shërbeni? Dëgjoni atë çfarë ju ka thënë Zoti për jetën tuaj, është një nga lutjet e mia, është që të mësojmë për të dëgjuar nga Zoti atë dhe të qëndrojmë besnik për ta bërë atë që Zoti na ka thënë jetën tonë. Unë besoj që është një urim nga zemra më të vërtetë, sepse nuk ka gjë më të mirë se sa ta bësh vullnetin e Zotit në jetën tënde. Edhe vullneti i Zotit është, siç e thamë më përpara, ndonjëherë është me sfida, por lutja ime është për gjithë dëgjuesit është të qëndrojnë Zotit besnik dhe ta bëjnë atë për të cilën Zoti i ka thirrur që ta bëjmë, sepse një ditë do të jemi përpara Tij dhe mendoj do të japim llogari, do të na thotë heqa ke bërë me talentet që unë t'i kam dhënë. Edhe unë lutem, akoma s'kam shkuar deri në fund, unë lutem që talentet që Zoti më ka dhënë po i vënë në shërbim. Lutja ime është që çdo besimtar, sidomos tani po i drejtohem audiencës të krishterë, është që ta bëj në jetën e tij atë çfarë Zoti e ka thirrur që të bëj. Çfarë do të qoftë ajo? Ju keni një urim, një dëshirë tjetër. Patjetër, këmbgulni të ecni me shpresën tek Zoti dhe me anë të besimit, edhe ashtu siç thuhet tek Hebrejt në kapitullin 11 që flet me anë të besimit Noeu, me anë të besimit Abrahami, me anë të besimit, të gjitha janë bërë me anë të besimit. Kjo është lutja dhe shpresa për të gjithë krishterët dhe për kombin shqiptar dhe për kishat në tërësi në Shqipëri. Po, edhe nëse Zoti ka thënë diçka në zemrën tënde për të bërë, për të ecë përpara, mos e çdo nga atë që Zoti ka thënë.
edhe përmes sfidave ti mund të vazhdosh, edhe ti mund të arrish qëllimin nëse ti nuk dorëzosh atë që Zoti ka thënë. Vetëm ecë me besim edhe ecë në besnik të fjalës së Zotit. Unë ju falenderoj vërtet shumë të treju të cilët ishit pjesë e programit Muzik Plus në ditën e sotme. Ishte kënaqësi për të dëgjuar më shumë nga historia, shkurtimisht patjetër ai sa kishim mundësi për gjatë kohës në 25 vite CFN, për të dëgjuar mbi arritjet tuaja, mbi mënyrën se si keni ndikuar dhe jeni duke punuar në komunitet, por edhe pse jo, për t'ju uruar shumë bekime në shërbesën tuaj edhe në të ardhmen. Faleminderit shumë. Faleminderit dhe ju për ftesën. Shumë faleminderit për ftesën. Ne miq mbrim kështu pa nga pak në fund edhe të bisedës sonë në studio, por edhe në fund të programit Muzik Plus. Unë falenderoj patjetër secilin prej jush që na ndjek nëpërmjet frekuencave tona, por edhe online duke vizituar faqen e internetit emanuelradio.net. Bashkë dëgjohemi sërish nesër në një tjetër puntatë të programit Muzik Plus. Në këtë moment unë ju përshëndes me një tjetër këngë në gjuhën shqipe, vjen kënga Shkëmbi Shpëtimit, kënduar nga kisha ungjillore Libonik Maliq. Ju uroj të kaloni një ditë këndshme në vazhdim. Bashkë dëgjohemi nesër në orën 11 në Muzik Plus. Shkëmbi Shpëtimit i Zotit